Përshëndetje. Në epokën e sotme të shpejtë swipe-it, të rëshqitjes së gishtit në ekran majtës apo djathtas, të mesazheve që zgjasin më pak se një status në WhatsApp dhe të lidhjeve që ngatërrohen me frekuentime të shkurtra emocionale, është bërë më nevojshme se kur të kuptojmë një të vërtet të thellë dhe të thjeshtë, se vetëm seksi nuk mjafton për dashuri. Ai mund të jetë një hyrje në një fillim, një shkëndij që ndes kontaktin fizik, por pa përbërësit e tjerë emocional dhe psikologjik, ai shndrohet në një foshnjë që rritet pa ajër, pa ushqim dhe pa përkëdhelje. Në këtë video do të eksploroj dimensionet psikologjike të dashurisë, rolin e marrëdhënieve seksuale dhe pse në vetvete ajo nuk është ngjitse që mban një marrëdhënie të qëndrueshme. Pra, marrëdhëniet seksuale si komunikim, por jo si gur themeli. Seksi është një mënyrë e fuqishme e të komunikuarit në një marrëdhënie, një gjuhë e trupit që mund të përçojë dashuri, dëshirë, nevojë, afërsi. Por si çdo gjuhë, nëse nuk e plotëson me kuptimin dhe ndjeshmëri, ajo kthehet në automatizëm. Vetëm të flasësh nuk do të thotë që po komunikon. Vetëm të kryesh marrëdhënie seksuale nuk do të thotë që je i dashuruar ose që po ndërton një lidhje. Psikologja dhe terapeutja e njohur Esther Perel thotë se ne mund të bëjmë seks dhe të mos jemi as pak të lidhur dhe mund të jemi të lidhur emocionalisht, por të mos kemi dëshirë të kryejmë marrëdhënie seksuale. Ky citat hedh dritë mbi një dualitet thelbësor, ndjesinë e afërsisë kur është e barabartë me dëshirën fizike, dhe dëshira fizike nuk është provë e mjaftueshme për një lidhje dashurie të thellë. Erich Fromm, në librin e tij të famshëm Arti të dashuruarit, botimi shtëpisë botuese Fanoli këtu në Tiranë, bën një dallim themelor mes dashurisë si emocion dhe dashurisë si akt. Ai thekson: dashuria është një vendim, një gjykim, një premtim. Nëse dashuria është vetëm një ndjenjë, atëherë nuk ka bazë për të premtuar që do të duam për herë. Nga kjo perspektivë, marrëdhënia seksuale është pjesë e natyrshme e dashurisë erotike, por nuk përmban në vetvete komponentin e durimit, mirëkuptimit, sakrificës dhe përgjegjësisë që mbajnë një marrëdhënie të gjallë. Shumë çifte bien në kurthin që e ngatërrojnë pasionin e parë me dashurinë e vërtetë. Ata shterojnë kontaktin fizik, pa ushqyer lidhjen emocionale dhe pastaj pyesin veten pse ndihen bosh në praninë e njëri tjetrit. Tjetër është se kur seksi bëhet zëvendësues i intimitetit emocional. Intimiteti vërtet nuk lind nga lakurishësia trupore, por nga lakurishësia shpirtërore. Janë rrëfimet në orët e vona, ndarjet e pasigurive, marrëdhëniet e heshtura, për të qenë pranë në ditë e vështira, e këto krijojnë thellësinë që e bën një çift të qëndrueshëm. Në mungesë të kësaj, seksi shpesh përdoret si një flaster për plagët emocionale. Është si të vendosësh parfum në një erë të keqe, në një trup që po kalbet. Shumë herë çiftet që kanë jetë aktive seksuale vijnë në terapi me ndjenjen se ndihen larg njëri tjetrit. Ai nuk dëgjon, ajo nuk kupton, ata nuk flasin. Dhe kur mungon lidhja psikologjike, seksi bëhet thjesht një akt kimik, jo një përqafim emocional. Psikologu i njohur John Gottman, i cili ka studiuar çiftet për dekada, identifikon 4 kalorës të apokalipsit në një marrëdhënie: kritika, mbrojtja, përbuzja dhe mbyllja. Ai thekson se shumë çifte përpiqen të shpëtojnë lidhjen e tyre përmes marrëdhënieve seksuale, por nëse këta faktorë janë të pranishëm, edhe marrëdhënia seksuale humb funksionin e saj si element afërsie. Për më tepër, Gottman tregon se dashuria afatgjatë kërkon përputhje në vlera, stil jetese, mënyrën e trajtimit të stresit dhe përballimit të konflikteve. Asnjëra prej këtyre nuk zgjidhet me një natë pasioni. Në shumë marrëdhënie,
Marrëdhënia seksuale përdoret si mjet për të shmangur përballjen e një çështje reale. Pas janë ngrindur, çifti përfundon në shtrat. Jo për zgjidhje të problemit, por si mënyrë për të fshirë përkohësisht nga kujtesa. Kjo formë rituali riparues nuk funksionon në afatgjatësi. Ajo që nuk thuhet në tavolinë mbetet në një organ, ku fillon të zhurmojë në mënyrë të heshtur derisa marrëdhënia të shterojë. Çfarë bën një marrëdhënie dashurie të plotë? Përtej seksit, dashuria ka nevojë për siguri emocionale, një ndjenjë që tjetri është aty kur ke nevojë pa gjykim, mirënjohje dhe respekt, ndjesia që vlerësohesh për atë që je, jo vetëm për trupin tënd. Zhvillim të përbashkët, një lidhje që nuk ngadalson, por rritet bashkë me ju. Komunikimi sinqert, aftësia për të folur dhe kur temat janë të vështira. Intimitet, jo seksual, përqafime, ledhatime, mbështetje, heshtje të përbashkëta që nuk kërkojnë nxitje hormonale. Si përfundim, më shumë se një akt, më shumë se një prekje. Seksi është i bukur, është i nevojshëm, por në mungesë të një lidhje shpirtërore dhe psikologjike, ai kthehet në një akt të boshatisur që më shumë se të lë të zbrazët se sa të plotësuar. Njerëzit kërkojnë përmes marrëdhënieve seksuale atë që nuk kanë guxim ta kërkojnë me fjalë, të ndihen të dëshiruar, të vlerësuar, të dashuruar, por nëse këto ndjesi nuk janë të rinjosura në lidhjet e përditshme, në kujdesin, respektin dhe komunikimin reciprok, marrëdhënia seksuale mbetet një iluzion momental, një zjarr që ndizet shpejt dhe shuhet shpejt. Miq, këtu do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë video të reja që unë e thërr pas here. Edhe në videon tjetër, miru takofshi.